I lindur në Bajnë Malishevës. Shkollimin fillor e kam përfundu në vendlindje, shkollimin e mesëm dhe akademin ushtarake në Zagreb, Kroaci dhe Beograd në atë kohë. Dhe pas kësaj, me zhvillimet e kohës, në thotë vitin 90-ni, në fond vitit 90-ni, me të gjitha ato ngjarje që kanë ndodhur në ish Jugosllavi me fillimin e luftës në Sloveni dhe Kroaci, unë jam largu nga ish armata në atë kohë dhe kam fillu faktikisht aktivitetin tim në ilegalen e kohës atëherë. Por pas një viti, filluan ngjarjet marrin një hub tjetër, filloi jeta tjetër faktikisht jo e lehtë për të vepruar dhe mu kërku në fund vitit 93, pas shumë burgosjeve që ndodhen në atë kohë, të largohem nga Kosova për një kohë dhe jam largu në Gjermani. Në Gjermani kam qëndru, kam vepru faktikisht, kam pas edhe një pjesë familjes atje. Dhe ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme që të lidhem me adhëtar të kohës në atë periudhë që vepronin në Gjermani, si Femilla Drovsi, Abedin Rexha, Ilas Kodra e shumë adhëtar të tjerë, ku filluan faktikisht përgatitjet për atë që pritej në Kosovë, sepse dijej pas zhvillimeve që ndodhen në Sloveni, Kroaci dhe Bosnjë, do të dijej shumë mirë që do t'i vijë radha dhe Kosovës. Dhe pas ngjarjeve të Marsit në Prekaz, pas rrahjes komandantit legjendar të Mjasharit dhe familjes së tij, kemi filluar përgatitje dhe kam lëviz prej Gjermanisë për Prishtinë që të bashkohem luftës. Më falni për Shqipëri.